Në 3 vorreza e në qelë që atëherë kur I kemi gjetë nga. Së që në tonë kanë merë për një. Kom kanë të vllaznit e mi, më ka ardhë vjehrë, më ka thoni kanë për do të isha në Lubisht. Kemi ardhë, e kemi po teshët, I kemi njoft nga ma në teshëve, vllavi e ka po kufomën, orën në gjepja ka gjetë. Syna Memçaj nga Lubishta e Hasit e Prizrenit e kujton me shumë dhimbje dhe sot humbjen e bashkëshortit të saj Hasanit, të cilin e kishin vrarë forcat serbe bashkë me të vllajën e tij Xhavitin me 12 prill të vitit 1999. Takimin e fundit me ta gratë e tyre e kishin pasur me 30 mars të atij viti, ditën kur ishin larguar nga shtëpia për në Shqipëri, derisa forcat e mëdha serbe po bombardonin fshatin. Syna kishte 4 fëmijë të vegjël dhe ishte nisur në një rrugë pa adresë e të frikshme për ta. Kena ik me fëmijë, burrat I kena lënë këto, rrugës kena kalu shumë vështirë. Na këto më një kojshi jo bom krejpja ma hala jonë, më traktar, burrat I lam. E për e to më randë, s'ka fëmijë shumë të vagjel, shumë randë, shumë vujtje. Derisa djemt të rinj kishin menduar që të mos e merrnin atë rrugë bashkë me familjet e tyre, me idenë që të mos binin në duart të ushtrisë e të policisë dhe të paramilitarëve serb, por për fatin e tyre të rënd, ata zihen në një prit dhe maltretohen, vriten e rëmbehen pamëshirshëm. Në mesin e të vrarve ka pasur edhe fëmijë. Vrasjet më të mëdha ishin bërë me 12 prill të vitit 1999. Selajdin Gegollaj është I mbijetuar I masakrës së 12 prillit në Lubisht. Ai thotë se është e rëndë të kujtohet ai përjetim edhe pas kaq vjetësh. S'mundem me që thojnë me përkujtu ata çka ka ndodhur ditë. Unë të merë, unë largimi I fshatit për Shqipëri. Me burrat kanë nejtë Lubisht, shumica. Kanë nejtë edhe me familjar, për ma pak familjar, po I në gjitë dikun të një vendi I shujtë Diliujt. Atje kemi qëndruar 12 ditë. 12 ditë? Po, mas 12 ditë kanë ardhur dhe na kanë zonë atje. Edhe që të ju një po vrasjet. I kanë vra 14 të birtës. I mi konë aty dikun, po kikta gjatë vetë. Gra, fëmije. Mos ma të epër, po thamë kështu. A 14 të ndrorën aty. Qysh ju gjetën? Na kanë gjetë, I mi konë stërhun aty. Mala? Po. Edhe kërë kanë orë konë ora me në gjesë konë e ditë, me 12 kanë orë, dhe aty atë ditë kanë bërë vrasjet. Po pushtria serbe konë. Ai tregon se si kanë mbartur burrat që I kanë zënë peng nga malet e Lubishtës. Po, na kanë marrë, na kanë prunë të vendi të Kroni këtu në Lubisht, në qendër të fshatit. Prej këtu na kanë marrë deri ka ora 4-5 mos gaboj, që të pore. Prej Kronit na kanë shkuar në Dedaj. Dhe atje na kanë marrë 4 ditë. 4 ditë? Po. 4 ditë kemi nejtë aty. Ka pas trije. Po, ka pas trije. Mije, graë, pleqe. Unë ma shku të kontakt. Aty I kanë nda një mashit. Jo ku shukon për Shqipëri, jo ku shukon në Shqipëri. Kyre që si mua dete, na kanë nda në 2 grupe. Një grup ka shku për Shqipëri, një grup kanë metë dhe sot janë brarë. Grupi që kanë metë janë këtë brarë. Lubishta është rrethuar me bjeshkë dhe nuk është terren I lehtë për t'u ngjitur e aq më tepër për të jetuar me familjar në ato kushte se si janë strehuar ato ditë familjet e fshatit.
Burët thojnë i kanë zonë të qaj guri që atje në eltë, janë dorëzue, edhe i kanë qute një, më konë, qysh më thonë, të kruni që aty të shituarët. Thojnë e konë një asishne, për që aty t'i kanë marë, e i kanë qunë të tonit, ju thonë na. Po, i kanë qunë, pa thojnë i kanë majtë në gjatë shpi, i kanë majtë, i kanë bajtë me autobusa, e ma një grup të këtyne, shka i në konë matri, shka ju kanë asishne atyne, i kanë marë. Kanë zonë edhe të guri, kanë zonë edhe të vendi qytet Diliujt, kanë zonë të një gurë tjetër edhe atje. A është terreni vështirë këto, mund gjitë? Po, shumë i vështirë. Se shumë kod kështu malor, bjeshk. Po, shumë i vështirë. Shumë i vështirë. A ka ujë në këto bjeshk? Po, ka. Se me Se jetu të bashkë të vend, bashkë ku i mi konë, nuk konë i vende që edhe quët Diliujt. Në cilën pjesë është aja? Në këtij mas t'i guri. Mas këtij guri, po? Po dhe ka ujë atë. Dhe më thonë ata ju pas kanë përcjell, ka jeni largu. Normal. Lubishta ishte në shënjestër të forcave serbe, sepse ai fshat ka pasur relief më të përshtatshëm për të furnizuar me armatim ushtrinë çlirimtare të Kosovës nga Shqipëria. Në shenjë hakmarrjeje, Serbia dërgon mira trupa të ushtrisë të policisë bashkë me artilleri të rëndë në këtë fshat. Bekim Nërjovaj, sot kryetar në fshat, atë 12 prill i kishte vetëm 17 vjet. Ai kujton se si kishte nisur lufta në fshat dhe urdhri për dëbimin e banorëve nga shtëpitë e tyre. Unë e kujtoj fundin e marsit kur na kanë fillimin e dëbimit të fshatit, para dëbimit në fshat kanë filluar disa bombardim. Kanë gjujt me granata, jo nëpër shtëpi apo nëpër afër shtëpive me natrem. Edhe e di që kam një që kanë dhënë rëndesë me në fshatin. E kujtoj mbledhimin e lagjeve të fshatit, njerëzve të cilët kishin ardhur në Lubishtë për strehim për shkak pozitës gjeografike që e posedon fshati që e ka. Edhe momentin kur janë bën pothuajse gjithë fshati me traktore, me çka kanë pas mjete për më kalu, për me ikë edhe me shku. E kujtoj babën tem, vllazët e mi që kanë mbetë këtu, edhe momentin tashmë do kush me shku e kush me nejt. Asë një nuk kish guxim me jep me familje, me gra, me dalë me ata në kufinit. Edhe unë isha maj vjetrej për nga mosha, me gra traktorit edhe më kalu me ata në kufinit. Kujtoj që 2 vllazët e mi kanë mbetë këtu. Edhe kujtoj babën që për 2 orë ka qenejt, ka bosi për me pas helmu me diçka. Për shkak presionit psikologjik që u kriju, sepse këta metën këton, nuk e di ma pështojmë që ka ndodhë, shifët lobis që ka ndodhë me do me tryllë. Bekim Nërjovaj sot është drejtor në shkollën e fshatit, ai ka bërë një studim më të gjerë për atë çfarë ka ndodhur me 12 prill të 1999 në Lubishtë, duke intervistuar dëshmitarët e parë që e kanë parë atë ngjarje nga afër. Masakra e Lubishtës 12 prill është masakra e parë. Këtu janë vrarë në masakrën e parë 15 vite. Në mesin e 15 të vramëve, 2 plaka janë të djegur në Lubishtë. Pastaj masakra e dytë nuk dihet saktësisht data, sepse i kanë i kanë zonë mal të gjithë banorët të cilët ishin të strehun, edhe i kanë qutë lagja e tonajve. E në lagjën tonajve, shumicën e banorëve mandej i kanë ndo. Disa që i kanë ndo me gro, i kanë tërgu në Shqipëri, pjesën tjetër që i kanë marrë, i kanë qunë në Mazrek edhe Plani dhe atje kanë po masakrën, ku nuk dihet eksakt, sepse asnjë nuk është i gjallë, nuk është i pështuar prej kësaj masakre, edhe janë të varrosur në 2 orë masive. Domthonë, kjo është bëhet ditër mas e mi kthy prej luftës, identifikimi ku janë vrarë, ku janë varros, po sakt data nuk dihet e vdekjes tyre. Kurse këta të 12 prillit, domthonë data e parë, po. Sa në tërësi në Lubishtë janë vrarë? Janë 54 gjithsej. Bekimi thot se në Lubishtë janë kryer krime të rënda, sikur edhe në vende të tjera në Kosovë. Janë kryer vrasje, dhunime të femrave, dëbime, keq trajtime nga më të rëndat, thot ai. Përveç djegjeve, maltretimeve, vrasjeve që na kanë ndodhur, kemi pas edhe femra të dënuar. Po thuaj se çdo femër e cila ka përjetuar merrin e këtyre, ka qenë edhe dënuar.
që është merri edhe më i madh që ja shton këtij merri që i kanë humbur njerëzit më të afërmit të vet. Madje kemi familje që janë shujtur nga ana mashkullore sepse janë vrarë gjithë meshkujt. Kemi familje ku janë vrarë 3-4 vllazër, janë vrarë një fes pothuajse i tërë i kanë 10-11 familje, sa kjo ka qenë Tragjedi e madhe. Shumë tragjedi e madhe. Lubishta është një prej vendeve më të dëmtuara në luftë, edhe lirisht mund të krahasohet me vende si Prekozi, Reqoku, Krusha e shumë vende tjera që kanë pas masakra, po si fshat nuk duhet harruar. Nuk duhet harruar për shkak të merrit që ka përjetuar, kës trajtimeve, vrasjeve, vdekjeve këtyre gjëra. Lubishta është dëmtuar shumë në luftë, pothuajse çdo shtëpi ka qenë e djegur dhe rënuar, sy na kujton sfidat që janë përballur edhe pas kthimit të tyre në fshat. Na kallën na, s'kemi pas shtëpia, s'kemi pas shka më thonë ku jemi ardhë. Po, mu bo vetë burë, vetë grue, në familje, e konë pak vështirë. Shumë vështirë. Po, shumë vështirë e konë. Në mesin e të vrarve janë më shumë nga familja Gegollaj dhe familja Nërjovaj, por kanë pësuar edhe familjet Shehu, Memçaj, Kajdomçaj, Paralangaj, Muçaj, Gjibexhiu, Osmankaj e Gjakolaj. Zoti Nërjovaj thot se për mbi 20 vjet ka organizuar akademi përkujtimore edhe manifestime për të kujtuar të rënët dhe ato ditë të rënda të 8 prilli e në veçanti 12 prillin e 99-s, por ai thekson nevojën që të rinjtë të fshatit dhe institucionet të bëjnë më shumë, që ajo histori të mos harrohet. Dërsa bën të ditur se shumë gra që kanë mbetur të vetme nga lufta, tashmë kanë lëshuar edhe fshatin. Ndihma e fshatit ndaj tyre nuk ka munguar. Prandaj kemi për shembull gratë të cilët e kanë shuar dhe venin për shkak se s'kan mujt me po venin se kur e kanë po kanë përjetuar vazhdimisht në Lorin. Edhe sot janë larguar tërësisht nga ky vend, jetojnë në qytet ose dikon tjetër. Po jo prej qefit, jam i bindur se jo prej qefit. Dita e 12 prillit kur ato vinë edhe përkujtojnë është ditë pothuajse e njëjta kur ka ndodhur aty, sepse ta llogarisim që se ka asnjë fëmijë. Kur nënat kanë mbetë pa djalë, pa burra, pa edhe ja kanë vrarë para syve tyne. Kjo është masakër, kanë vrarë 17 vjeçor, 16 vjeçor. Në ndjem shumë tri. Edhe me po tash atë merë ta bo para syve tu edhe mos me ditë, mos me mujt me bo kur gjë, është gjëja më e tmerrshme. Banorët nuk e harrojnë kurrë tmerrin që kanë shkaktuar forcat policore e ushtarake serbe në Lubisht, por megjithatë çka kanë kaluar, ata janë krenar për të rënët dhe qëllimin për çfarë ata janë plijuar. Jemi krenare që kanë ra për lirinë e Kosovës, jemi krenare që ajo ditë që festohet për ne është shumë e madhe. Inshallah, i letë është edhe dhevoj atyne. Thot Syna Memçaj. Djem të syna e Hasan Memçajt, Fatoni, Fatlindi, Albani dhe Alberti, pas shumë sfidave e përpjekjeve, tashmë janë rritur e kanë krijuar familjet e tyre, sikur edhe shumë të rinj të tjerë në fshat, trashëgimtar të rënëve. Ata njihen si djem punëtor, kanë arritur suksese edhe me bizneset e tyre, e kanë rindërtuar fshatin. Tashmë familja Memçaj ka një Hasan të ri, që nëntorin e këtij viti i bën 7 vjet. Fatlindi ka dashur ta trashëgojë emrin e babës së tij të rënë në luftën e Kosovës. Po kemi për 3 djallit dytë. Ne fërhash. Ma ka për 3 emri. E bëjt më shtet. Po, shtet paq. Për të kujtuar atë histori, në Lubisht është ndërtuar kompleksi memorial kushtuar dëshmorëve dhe martirëve të rënë. Sipas shënimeve të Komisionit për vlerësimin e dëmeve të luftës në Kosovë, afër 300 shtëpi sa kishte fshati ishin djegur të gjitha, ndërkaq forcat serbe nuk ishin kursyer as objektet fetare, tyrbet në këtë fshat. Në Kullën Muze tashmë janë ekspozuar fotografitë të rënëve, ndërkohë që po punohet të plotësohet më shumë me shënime për historinë e dhimbshme që ka kaluar Lubishta dhe banorët e saj.